15-4 në favor të Vllaznisë së futsallit u zhvillu ndeshja përballë ekipit Tiranës Jata, gjithë në finalja e parë për Kupën e Shqipërisë, me kapitenin e Vllaznisë Alcid Tafili. Urime Tafili. Faleminderit Kasper. Një dominim i plot në këtë ndeshje dhe me njëherë kualifikim në finale. Po, e prisja të drejtën këtë rezultat nga skuadra ime, për arsye sepse nuk kemi pasur momente pauzet, ekipi jonë është vazhdimisht është stërvitur, jemi përgatitur për këtë gjithë finale dhe finale. Besoj se të bëmë një performancë mjaft mirë, edhe pse ndoshta kundërshtari nuk ishte aq i denj, po mendoj se atë që kemi punu gjithë kohës, ajo na paraqit sot ndeshje. Për të theksuar se vllaznia e këtij sezoni do të jetë me një përbërje tjetër. Shikojmë që edhe djemë të ri janë afruar, të cilët kanë luajtur, kanë pasur një përvojë me fushën e futbollit. Të kënaqur me elementin e ardhur në ekip? Po patjetër jam i kënaqur, janë lojtarë si ne kemi parë edhe janë përshtatur mjaft mirë, janë lojtarë që kanë vite eksperiencë, po edhe lojtarë që po përshtaten mjaft mirë në futsal, duke parë se për to është diçka e re, një risi e re për to dhe mendoj do na ndihmojnë. Kualifikimi i Vllaznisë në finale ishte detyrë përballë kësaj skuadre, por me te ju pret një finale fortë mes dy skuadrave, Flamurtari dhe Tirana, që do të luajnë pas jush. Cilin prej tyre preferoni ta keni përballë në finale? Janë të dy kundërshtarë për të vlerësuar dhe për të respektuar, por ne ka rëndësi të bëjmë përfaqësim të mirë dhe ta bëjmë trofeun në Shkodër. Por nuk kemi ndonjë preferencë, i kemi parë të dy kundërshtarë të vjetë, si Flamurtarin dhe si Tiranin. Janë kundërshtarë për të respektuar, për ne pozitive do të jetë të bëjmë kupën në Shkodër. Patjetër që pas titullit kampion dhe një pjesëmarrje të suksesshme në Ligën e Kampionëve, tashmë pretendent për Kupën e Shqipërisë, Vllaznia është patjetër është e pranishme me këtë objektiv. Po patjetër është synimi jonë, sigurisht se kemi 20 vjet kampionatin. Normalisht përveç kampionatit kemi dashur edhe kupën, sepse kjo skuadër është mjaft e mirë, edhe meriton, edhe mundet të arrijë trofeu. Organizimi i Kupës së Shqipërisë, gjysmëfinale dhe finalja në Shkodër nga Federata Shqiptare e Futsallit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër, një gjetje e bukur, pra dhe një shpërblim edhe për Vllazninë dhe tifozërinë shkodrane. Patjetër, privilegj është që është saktuar në Shkodër, duke parë se ambienti i Shkodrës ka tifozëri mjaft mirë, që mbështet skuadrën. Mendoj presim edhe të martën të kemi për krajin tonë në finalen e Kupës. Do ishte diçka bukur para tifozëve tonë të kishim çu këtë trofe. Shpresoj ta realizojmë. Në fundi golet që shënuat sot do një dedikim, sepse pam që u përqafuat me fëmijët tuaj pas ndeshjes me herë, ishin zbarkuan me herë në parket. Po patjetër, për fëmijët e mi janë këty tashmë tifoza, na njekin vazhdimisht. Sidomos edhe djali po edhe vajza janë tifoza të zjarrt. Normalisht fitoret e golat, por janë për familjen normal. Kanë gjase, kanë sinjale që të ndjekin rrugën e babait? Po ajo është me fat edhe mendimin e Zotit. Djali është aktivizohet, është me futbollin, po ajo do shikohet në të ardhmen. Alcid Tafili, kapiteni i Vllaznisë, urime për fitoren e sotme të thellë, 15-4 dhe kualifikim në finale dhe suksese dhe në finale. Faleminderit, Kasper.